Sa për fitoren time në 2023, duhet të them që për të fituar ndodhin dy gjëra. E para ishte konsumimi tepër qoftë i qeverisjes vendore dhe asaj qendrore. Vjedhja e pronave, abuzimi, korrupsioni, kishte sjell te elektorati një neveritje dhe një dëshirë për ndryshim. Kjo është aspekti i parë. Arsyeja e dytë ishte që unë jam krenar se munda dhe bëra një skuadër, unifikova të gjithë opozitën, musliman, të krishterë, katolik, grek, shqiptar, të gjithë ishin për një qëllim për marrjen e pushtetit vendor, atëre për të marrë bashkinë. U thosh atëre bashkëpunëtorëve të mi, do t'i përshëndes tani nga ekrani që më jepni, që qeveria nuk na ndan, na vjedh, si muslimanët, si grekët, si shqiptarët, si ortodoksë, si katolikët. Nuk kemi asnjë arsye të ndajmë vetë. Pikërisht kjo është që nuk bën sot opozita shqiptare në rang kombëtar. Pra opozita nuk është unifikuar, siç po shikojmë dita ditës, shumë parti që në zgjedhjet e 25-s u paraqitën si opozitare ishin parti që janë unison me qeverinë. Cila prej tyre, zoti Beleri? Po partitë e vogla që janë fund në kuvend, po shikoni, problemi kryesor i Shqipërisë është gjyqësori sot, ata po mbrojnë. Nuk shikoni që kemi një gjyqësor me regji, nuk shikoni dy standarde. Nuk shikoni mos batimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. E njëjta gjykatë për mua tha që duhet të mos e marrë mandatin dhe për zotin Vele tha duhet të ngelet mandati zotit Vele. Tha gjykata pse nuk zbatohet. Në kohën që gjykata kushtetuese tha që zoti Veliaj nuk duhet të shkarkohet, duhet ishte në detyrë. Nuk prevalon e drejta e qytetarëve për të qeverisur nga ai që zgjodhen. Çfarë demokracie është ajo? Këtë gjë zonja Kosh nuk e pa, nuk ja tha njeri. Edhe ajo e shikon zoti Beleri, domethënë mediat flasin, politikanët shqiptar flasin, kështu që edhe ajo besoj se e ka vlerësimin e saj, nuk është se niset me perceptim. Nuk besoj këto që po them janë një realitet. Gjykata kushtetuese, gjykata supreme, gjykata më e madhe e vendit ka marrë një vendim dhe nuk zbatohet. Jo vetëm kjo, ka një deklaratë që Veliaj do rri atje që është, bashkinë do qeverisim unë dhe Verta, ku dy si thonë. Qartë. Zoti Beleri, keni këshilluar zotin Berisha që të konsideroj edhe dorëheqjen. A mendoni se ka ardhur momenti që shumë zyrtarë apo funksionarë në Partinë Demokratike t'i thonë mirupafshim karikes e tyre brenda funksioneve në kupolën drejtuese? Nuk e kam këshilluar, kisha thënë atëherë në deklaratën time dhe i qëndroj që kur një parti humbet një betejë zgjedhore, duhet të reflektoj pa përjashtuar asnjë vendim që të mund të krijojë besim të popullit. Unë jam njeriu i fundit që do këshilloj zotin Berisha. Zoti Berisha është një njeri që në Shqipëri 30 vitet e fundit, 35 vitet e fundit ka një kontribut. Unë besoj çdo ditë që kalon që në qoftë se zoti Berisha nuk do ishte në krye të opozitës, gjërat do ishin më keq. Ose më mirë. Nuk e besoj, sepse mënyra se si po bëhet, se si qeveriset vendit, nuk ka hapësirë për një njeri me ide më të freskëta, më të ri, dhe një njeri më inovativ. Siç u thash për ata që besojnë në problemi i opozitës është zoti Berisha, mund të shikojnë rezultatet e partive të vogla, të cilat nuk ishin ato që duheshin. Qartë. Megjithatë, për të kthyer besimin të qytetarëve shqiptar te opozitarizmi, asnjë gjë nuk duhet të përjashtohet nga bizeta politike. Qartë, zoti Beleri, flitet për një plan të ri veprimi për marrëdhëniet Athinë-Tiranë. Jeni pyetur për këtë çështje? Nuk ka pse të pyetem. Ka institucionin që bëjnë po, nëse kjo ndodh, unë kam dëgjuar nga raportet e mediave, si shqiptare dhe greke, jam dhe unë dijeni që po përpiqet të bëjë një ristart i marrëdhënieve. Si çdo njeri
jeton në dy vendeve kanë darë jetën e tij, nuk do isha lumtur që kjo gjë të jetë e vërtetë. S'keni informacione më shumë rreth kësaj çështje, zoti Beleri? Jo, informacionet i kam që po bën vizetime. Por çfarë bëhen si bën